Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një konferencë për mediat deklaroi se më 9 nëntor nuk do të mbahen zgjedhjet në Tiranë, por vetëm në 5 bashki të vendit. Me vendimin e ditës së djeshme nga Gjykata Kushtetuese, KQZ ndërpreu procesin e përgatitjeve për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. I pyetur në lidhje me skenarët e mundshëm në rast se kushtetuesja më 31 tetor vendos shpalljen të vlefshme të dekretit të presidentit Begaj edhe për Tiranën, Celibashi u shpreh se kjo është diçka që mbetet për tu parë në kohën që diçka e tillë të bëhet realitet. Çdo veprim i KQZ-s, si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme. Që do thotë në datën 9 nëntor, është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkit e tjera, për ashtu Bashkinë e Tiranës, pra për Bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cërrikut dhe Matit. Mendoj unë për këtë do, të paktën për komunitetin e juristëve është e qartë që në momentin që Gjykata Kushtetuese ka pezulluar efektet për atë pjesë të dekretit të presidentit të Republikës, është sikur ai dekret të mos ekzistojë në një lloj mënyre për atë përkohësisht për atë pjesë për të cilën ka urdhëruar Gjykata Kushtetuese. Dhe do të ishim në thyrje të kushtetutës, në shkeljet kushtetutës dhe në shkeljet të kodit zgjedhor, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdonte me procesin përgatitor të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Ndaj thash që në krye të erës, bazuar në urdhrimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese dhe të gjitha institucionet dhe kushdo tjetër të cilit vendimi i Gjykatës Kushtetuese i adresohet, do duhet ta respektoj vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Në gjykimin dhe në vlerësimin tim, kjo është e qartë. Pra, me pak fjalë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të kryejë asnjë lloj veprimi që lidhet me përgatitjen e procesit zgjedhor në Bashkinë e Tiranës. Është çështje në këtë moment e kompetencës së Gjykatës Kushtetuese për të vendosur mbi ankimin që është bërë në Gjykatën Kushtetuese nga zoti Veliaj në lidhje me vendimin për shkarkimin e tij. Do të vendosë Gjykata Kushtetuese mbi këtë çështje dhe pastaj do të shohim për më tej.